duke kujtuar një hero, oficeri New York Police Dorian Kongoli, 47 vjeçar, shërbëtori përkushtuar i qytetit. Komuniteti zbatimit të ligjit në qytetin New York dhe shoqata amerikane shqiptare zbatimit të ligjit AALEA po vajtojnë humjen e oficerit policisë së New Yorku Dorian Kongoli, 47 vjeçar, i cili shërbeu me krenari në komandën e qendrës botërore të tregtisë. Oficeri Kongoli, i cili filloi karrierën e tij në policinë e New Yorkut në vitin 2007, duke i kushtuar mbi 16 vjet mbrojtje qytetarëve të qytetit, i njohur për guximin, profesionalizmin dhe angazhimin e tij të palëkundur, u respektua nga kolegët, u admirua nga komuniteti i cilit i shërbeu. Ata që punuan ngushtë me oficerin Kongoli kujtojnë atë më shumë se sa thjesht një oficer policie përkushtuar. Dorian kishte një zemër aq të madhe sa guximi i tij, tha një koleg. Ai ishte gjithmonë aty për të mbështetur ekipin e tij, për të mentoruar oficerët më të rinj dhe për të dhënë një dorë kujdo që kishte nevojë. Vdekja e oficerit Kongoli është një humbje e thellë për familjen, miq, kolegët e tij dhe gjithë komunitetin e zbatimit të ligjit shqiptaro-amerikan. U preft në paqe të përjetshme oficeri Dorian Kongoli, djali i shkrimtarit Fatos Kongoli, dhe familja e të dashurit e tij gjetën ngushëllim në mbështetjen e madhe nga të gjithë ata që i preku me jetët e tyre.